komunat si të huaja dhe realisht kanë dhënë buxhet vetëm për rroga pa projekte infrastrukturore. Në është faqë edhe fashist në Skënderajnë, u vërshon. Jo veç ato, po ka disa komuna që këtë. Dhe aja ka domosdoshme që paret e pushtetit që ky trajton veten tash si një kompani të veten, ti shpërndaj vetëm për njerëzit e tij që fitojnë komunë. Dhe unë mendoj kjo është një prej arsyeve kryesore që Albin Kurti do e përdor Fatmir Limën në ndërtimin ose votat e Fatmir Limës ose të nismës për të ndërtuar një qeveri, pastaj përshkuar në o në zgjedhje të jashtëzakonshme, o nuk ka rrugë tjetër vetëm ta fut lidhjen demokratike për të zgjedhur presidentin, për arsye se ka hapësirë për manovrime tjera. Dhe këtë në fund desha të them se ku janë partitë opozitare në këtë moment në fajsinë e tyre. Realisht, të gjitha partitë opozitare në një farë mënyre, për faktin se nuk e gjetën gjuhën përbashkët, nuk është më rëndësi kush është fajtuar, është lidhja demokratike apo jo, është dasht të tregohen tolerant për të ndërtuar një qeveri e cila e çon Kurtin në opozitë për shkak të qeverisë së keqe. Kjo dhuratë që i bën për të bërë 6-1, domethënë duhet të fajsohen të gjithë, por më shumti vetëm një njeri, kryetari i Lidhjes Demokratike. Pra arsye se nuk është në pozicion për të qenë në një po themi qëndrim që nuk e rrit Lidhjen Demokratike. Përkundrazi, çdo analizë unë jam subjektiv e çon në zvoglimin e numrit të votuesve të Lidhjes Demokratike. Kjo arsye që Lëvizja Vetëndosur ka dërguar letër Lumir Abdixhikut për shkak se ky ka refuzuar bashkëpunimin me opozitën. Saktë, po çto problemi. Po çto është problemi? Nuk është. Ai sa po ditë rastisht le të kenë. Ai e shes si mundësi do të zemër. Ai e shes si mundësi. Marr parasysh edhe lobimin e Vjosa Osmanit për një koalicion eventual Kurti Abdixhiku. Sepse ata i leverdis po për mu bë presidente. Pra kjo është luftë matematika. Kështu që në çet pikë unë mendoj. Edhe i leverdis Lumirit. LDK-s me votu Vjosan. Urno? To e pyet kryetarin e partisë që ka emrin Lumir Abdixhiku. Ai e di çka i leverdis. Jo bëna po diskutojmë. Po Lumir Abdixhiku është njeri politik. Se ti e ka trajton, je ka trajton Lumirin si njeri politik. Unë jam lider, jo politik, kresh personal që shon Lumiri. Që për të tasur në Lumiri manipulohet, se nuk ka politika. Se do të personal. Njëri është katru karrierën e tij personale, politike, për me bë vjosa presidenti. Ai ka karrierë politike, ai politikën e ka biznes. Ai politikën e ka biznes, ai biznesmen. Ai do të pasurue, po 2 miliona veta, edhe ditën e mirë ka rrepull. Ska qëllime. Ai është armiku më i madh i TK-s. Ama po ta pranoj. Analiza këto, nëse do të politikë do të më po thoni Lumiri është pak biznesore, po ju jo çka analiza këtu. Parim, je ka thonë që Lumiri e ka shqetësimin e të kenë. Gabimi e marri analizë. Në pandemi orzua qeveria Kurti. Prit. Në pandemi çeve një argument nuk thehet. Në pandemi orzua qeveria Kurti apo. Nuk i poska me. O ka dalë se kom aty, vetëm 1 minutë ngom. Orzua qeveria Kurti. LDK-ja përballë me linqimin më të madh publik na janë historitë vetë prej vetëvendosjes. I vetë minieri që ka hesh, edhe ka shërbyer se më kon i vetëvendosjes ministër, ka qenë zoti Abdixhiku, sepse ai se ka pa fare shqetësim fatin e të kesh. Jo, pse nuk qëndron sepse e ka pas shqetësim se me gjas edhe e ka ditë që bjen në 12%, edhe çashtu ndodhi. Edhe tash, në qatë situatë fëqi, ti po hesh, ku është ndihma ti, ku është deli ti, prej Jaki, prej Rugovisti, që do me qëpati për para. A e ka kalkulue, a e ka matë, rezultatin e të kes 0, Vjosa po ik, e mundësi e më bërë kryetar. Si kryetarit të kes, pasurora ma shumë, i rrido, pa tjetër, i rrido qëllime. A i duhet me lajtë politik. Nëse e voton Vjosën, a i s'ka vend politik. Jo, a i me pas shqetësim, le të kenë. Par interesi. Çfarë relevancë ka ajo me qendru kryetari i LDK-s me 8%? Çfarë relevancë ka? Ai të pelon Lumir Abdixhiku e ka çet synim për mu pasuru përmes politikës. Edhe qysh tash. Ku është jetë politika kallzoni? Vetë folëm edhe na tash. Oni, hajde. Qysh mundet
tash një person që e ka synim pasurimin me shku drejt që stojna, që me votu Vjosën për presidente, me shkatru vetën e karierën e ti, e mundësin e tina për përfetime. Një përsa... A i mërë të ndera aty, bashkë ndatë kulaqë aty o parim. Zdrenë, për më s'na ka të njëve për të ndera se i dina ma mirë. Që i dini ma mirë jo. Logika nuk pecer. Azenja janë në shkrimin final. Me shkatru vetën, dikush që ka interes biznesin. Po mbra, saj në qëtë qeverisje, ka me hi, mi marrë do një pjesë pushtetit. Ma ato pajtë pushtetit ka Mila do borgje, që i ka marrë pushat, që e ka... Pa, që to e ka kalkulim, a që to e ka shqetësim, që kjo është ankriti, është o gjenë. Unë e urejmë sa për këtë gabim, urejmë pas zona... Se pëtën ma mirë se na, veç na spedishë. Gjallë teze e ka Prindon Sadria. Edhe kjo një argument shtetë që a i bonë. A thash, a i nuk është person politik, a i person personal, a i vepron një bazën e emocionet familjare. Jo s'mi do këto, jo të rëndësishme një koacion. Qysh milion këto? Na po flasëm në aspektin e analizës me fakte. Si një fakti parim se më lujte. A ka interes? A do të me pos interes një parti, së LDK-ja, me hi në koalicion, me vetëvendosjen, tu je di faktin që zhjetët e ashme, që mujnë me ka mas një viti, ose bashkë me zhjetët e komunale, mundet me fitu 4%. Ja. Tash, këto lakmin për pasurin dhe sene, këto janë logikës zgjëdore. Ka dhe kënë presidentos, mandati hec, edhe ka marrëshe politika aty. Se Lumiri si Albini si Lumiri, janë njetë jo këta, abe kuptojnë. Veç janë dy anë të më në nësë njetë. Ky menon majtas, ky menon djathas. Që besa ka fundë edhe Albini këtë djathas. Përse pajtumi që prej momentit kërë në shpallë zhjedet, rezultatet, edhe është po që Kurti nuk i ka shumicën në Kuvend Kosovës që e ka vetë me bo qeverin, synimi ti kryesor ka qenë edhe mbetet përqarja e pjesës opozitës, me halkat forta, me halka pak ma që pa avrin qëllimin burim. Pavarësisht, ta formëre. Unë besej që edhe letra e sot, me sikur se edhe propaganda që do të ashojmë çdo ditë e matutje, e ka këtë qëllim. Prandaj, unë po besej që me reagimin e parë të mbrëmjes nga zyrtarët ndryshëm të LDK-s nivelit në olë, mendoj që kjo tema që LDK-ja po i bashkohet, po shkon takim apo të tjera, realisht nuk është e vlefshme. Për shkak se po duket që LDK-ja e ka ju. Prandaj, nëse LDK-ja me reagimin e sotshëm e ka të qartë këtë juën, dhe nëse e marrim si të mirësin informacionin që ju e dhatë, që do të ketë takim të opozitës gjatë kësaj jave. Okej, dhe opozitës kryesore, pra dy partive më të mëdha opozitore, atëherë unë besoj që debati edhe diskutimi rreth Abdigjikut edhe stabilitetit ose jo stabilitetit në raport me Kurtin nuk është real. Për shkak se na po shohim një qëndrim më të qartë të LDK-s që nuk është me Kurtin. Na po shohim një qëndrim më të qartë me marrë informacionin e juj, si të mirësin, që paska për afrim me opozitën. Atëherë mas janë ngarkuj ma shumë, sepse nuk po duket që është qështot.